Jonaid Myzyrin, kreun e Komisionit të Prokurimeve Publike. Do të lidhem tani me kolegen Klodiana Lala për të mësuar më shumë rreth akuzës që është ngritur ndaj zyrtarit të lartë. Klodi, përshëndetje. Elvin Gokaj ka marrë të pandehur Jonaid Myzyrin, kreun e Komisionit të Prokurimeve Publike. Lajmi u bë ditën e sotme i ditur për News 24, kur zoti Myzyri ishte ftuar që pikërisht sot të paraqitej përpara prokurorit posaçëm në praninë e një avokati për të dhënë edhe shpjegime në cilësinë e personit të pandehur, por për shkak të një ngarkese nga procese gjyqësore, marrja në pyetje në cilësinë e të pandehurit e kreut të Komisionit të Prokurimeve Publike do të zhvillohet ditën e hënë të javës së ardhshme. Nga burimet të prokurorisë posaçme rezulton se kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike është marrë i pandehur nga prokuroria për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim. Bëhet fjalë për një procedurë tenderuese me vlerë mbi 2 miliard lekë. Për këtë arsye, spak nga hetimet ka zbuluar element të veprës penale dhe konkretisht shkelje të barazisë në tendera në lidhur me këtë procedurë tenderuese, e cila, sikur se thash, ka vlerën e mbi 2 miliard lekëve dhe që është marrë i pandehur zoti Myzyri. Por burimet konfirmuan për News 24 se krahas kësaj procedure tenderuese, e cila bëhet fjalë për rrugën Shpan-Rrshen, është duke hetuar edhe për 2 procedura të tjera tenderuese, të cilat nga verifikimet paraprake dhe hetimet paraprake rezulton se janë kryer shkelje të rënda, jo vetëm nga kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike, por edhe zyrtarë të tjerë të këtij institucioni dhe persona të tjerë të cilët kanë patur dieni. Por lidhur me këto 2 procedura të tjera, prokuroria e posaçme ka veçuar hetimin dhe është duke vijuar më tej. Duhet theksuar se më herët Jonaid Myzyri është marrë në pyetje nga prokurorët e posaçëm fillimisht në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e hetimit, e përgjatë këtyre muajve të hetimit, prokuroria ka zbarkuar në Komisionin e Prokurimeve Publike, ku ka sekuestruar të gjitha procedurat e tenderave, ankesat e bëra nga operatorët cilët janë shpallur jo fitues dhe mënyra se si kanë përfunduar tenderat pra te kompania fituese, dhe pasi ka krahasuar të gjitha të dhënat dhe ka marrë në pyetje biznesmen të ndryshëm, zyrtar të Komisionit të Prokurimeve Publike dhe vetë kreun e saj, ka konkluduar me marrjen të pandehur të Jonaid Myzyrit, por burimet thonë se në ditët në vijim, për shkak se janë në hetim edhe procedurat e tjera tenderuese, mund të jenë edhe zyrtarë të tjerë, të cilët mund të shkojnë në cilësinë e të pandehurit. Paula? E kuptoj. Faleminderit, Klodi. Faleminderit juve.